me dorë rastësisht janë burgjeve. Juve, gjithë ata që ju mundën... Janë një pjesë e 5D-s, i kam thonë unë pa merak se nuk e harrojmë Ben Malogun, Adriatik Kupin, Ermal Rapajn, Ermal Kaplanajn, Gent Myrton e këta, nuk e harrojmë gjithë. Rogozhina, me gjithë. Që është i dënuar po vazhdon të shkojë me molla formalisht në punë. Edhe Hajdari Kuçovës, që edhe ai është i dënuar. Langozi për të mbyllur, ç'është ky SPAK në raport dhe ç'është kjo task force, do a mendoni se ka një produkt, qoftë edhe si dordolec për trembur sorrat e 11 majit? Një dështim të radhës punën e SPAK me ngritjen e një task force. Unë mendoj, nëse SPAK do kishte me vërtet vullnet për të hetuar, atëherë kishte shumë të thjeshtë të vëzhgonte administratën ditën e sotme, sepse është hera parë që unë vi në studio të ju një ditë jave dhe rrugët janë bosh. Pse? Sepse gjithë administrata janë jashtë shtetit. Duke mbledhur votë. Është shumë e thjeshtë të futen në sistemin Teams se ku ndodhen këto persona. Nëse ne do t'i referohemi lidhjes së krimit me politikën, atëherë edhe një ndër aktorët kryesorë është Kreshnika Hajdari, i lidhur me bandat dhe me rasti konkret me bandën e Suel Çelës, po si punë e tij janë dhe një sër kryetarësh bashkisht, dhe kjo s'ka për të hequr kurrë. Të mos harrojmë, Viola Green është një kompani që dhe sot e kësaj dite përfiton tendera nga 10 bashki të vendit. Dhe a mundet që ne të mos... Që është akuzuar si e Suel Çelës? Po, si e Suel Çelës. Dhe një ndër lajmet e fundit që unë kam hyrë në dieni, kam hyrë se Marcel Shega ka filluar të tregoj lidhjet e tyre me kryetarët e bashkisë. Po se sa e aftë do jetë një nga të arrestuarit. Po, një nga të arrestuarit, që është administratori i shoqërisë Viola Green, ka filluar të rrëfehet në prokurorinë e posaçme, duke treguar kryetarët e bashkisë lidhjet dhe mënyrat se si ka fituar tenderat korruptiv, duke filluar nga Bashkia e Kuçovës, që është themelues ish kryetari i bashkisë në këtë kompani, e disa kryetarë të tjerë bashkisë që kanë kryer afera korruptive. SPAK të ketë vullnet, sepse këto lekë, këto fonde shkojnë te blerja e votave. Le të shpresojmë që do të ketë një reagim paktën në këto 30 ditë që kanë mbetur, urime për fillimin e fushatës Këlliçi. Faleminderit, lutem Flavio, mos na hiq këtë mundësi, gjithë demokratëve, gjithë qytetarëve të bashkohen sot në sheshin Nën Tereza në orën 19, në orën 7 pasdite, në festën e madhe të hapjes fushatës zyrtare të Partisë Demokratike, prezantimin e programit, prezantimin e ekipit, edhe 2 fjalë që do t'i kemi nga Amerika për Edi Ramën, patjetër. Flavio, mund të them edhe unë 2 fjalë. Edhe ti në orën 7:19. I bëj thirrje të gjithë socialistëve të votojnë kundër Partisë Socialiste me emër, sepse Partia Socialiste nuk është ajo që duhet ishte, por është një organizatë kriminale. Ne kemi parë... Mbyllëm atë.